Më ka thënë një hoxh një nusk, a o e lejushme kjo në fenë islame, më thuj që të bëj të lutem. Të këshilloj që mos ta mbash. Tregon Uqbe ibn Amir, një shok i profetit a.s. thot erdhën një herë 10 veta të pranonin islamin tek profeti a.s. Profeti a.s. e pranoi besën e dhënë prej 9 prej tyre, ndërsa të 10 jo, u ndal. Shkak ishte se ky i 10 kishte të varur diçka pra si tip nuske, që në kohën e ignorancës i mbanin duke pretenduar se këto i mbrojnë, këto i ruajnë, pra këto i japin mirësi. Ndërkohë ai që na ruan dhe na mbron është Allahu i lartësuar. E ka ndaluar diçka të tillë profeti alayhis salam. Dhe derisa e hoqi pra ky personi, më pas e pranoi pra besën e dhënë prej këtij profeti alayhis salam. Kështu që unë të këshilloj që të heqësh dorë. Mos shko tek hoxhallar pra të cilët ose të ashtë quajtur hoxhallar që merren me nuska, me hajmali. Për sa i përket kësaj nuskës, të këshilloj të marrësh një enë me ujë të pastër, lexon atë, pra ajetet Kuranit, merre këtë nuskën, hape me kujdes, atë letrën që shkruan gjëra fërkoje pra në ujë derisa të ikë boja, më pas merre diqe dhe hidhe. Ai që na ruan dhe na mbron është Allahu i lartësuar, jo nuskat, jo hajmalit. Larg këtyre gjërave. Zoti ju rujt.